Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Dyshohet se zjarri në pallati u shkaktua nga disa fëmijë që i vun flakën disa kartoneve, pritet ekspertiza që do të hedhë dritë mbi cilësinë e punimeve në objekt. Rikthehet me kapacitet të plot transporti publik në kryeqytet, kompanitë arrin marrëveshjen me qeverinë, do përfitojnë kompensim për çmimin e naftës. Debate për çmimin e naftës në parlament, Partia Demokratike kërkon heqjen e taksës për fermerët e transportin. Socialistët mbrojnë skemën e bujqësisë. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Zjarri në pallatin 12 katësh dyshohet se u shkaktua nga disa fëmijë që kanë qenë duke luajtur. Kjo është pjesa kryesore e hetimeve, por nuk përjashtohet që të ketë qenë edhe një cigare ndezur. Ndërkohë në hetim është pronari i kompanisë Arlis, ndërsa deri tani janë arrestuar 4 persona. Policia e Tiranës ka sekuestruar një ser kamerash sigurie të bizneseve në afërsi të pallatit që u përfshin nga flakët në zonën e njohur si Farmacia 10. Referuar kamerave të sigurisë në pamje shihen disa fëmijë të mitur që luajnë në afërsi të marketit i cili u përfshin nga flakët i pari. 2 prej tyre afrohen te kartonat me mbeturinat e marketit të vendosura te fasada e pallatit dhe hedhin në dukje një letër brenda. Pas 7 minuta shkutit marrin flak. Zjarri arrin të depërtoi brenda strukturave të fasadës së objektit, ku për shkak të materialit jo të duhur të përdorur në ndërtim, flakët në pak minuta përpin gjithë godinën. Megjithatë, nuk përjashtohet as mundësia që një cigare ndezur e hedhur nga lart të jetë shkaku i tragjedisë. Zjarri është favorizuar nga materialet e dobta dhe të djegshme të fasadës së pallatit, ku me pak se një orë flakët arritën deri në katin e 12 duke mbuluar godinën. Për këtë ngjarje në hetim është vendosur pronari i kompleksit Arlis Armando Lilo, si dhe 2 punonjës të marketit. Sakaj që është arrestuar menaxheri i marketit, administratori i pallatit, inxhinieri drejtuesi i punimeve dhe administratori i subjektit që ka bërë punimet për fasadën e kompleksit. Një tjetër element që nxjerr zbuluar punimet jo cilësore të firmës Arlis është edhe kontrata firmosur për ndërtimin e fasadës, ku klientët garantoheshin se ndërtimi ishte cilësor dhe me materiale të sigurta kundër djegjes. Shoqata e transportit urban në kryeqytet ka arritur marrëveshjen me qeverinë duke i dhënë fund kaosit në këtë shërbim. Të gjitha linjat do të punojnë me kapacitet të plot, ndërsa kompanitë do kompensohen për naftën. Pritjeve të gjata dhe fluksin në autobus për 2 ditë u erdhi fundi, pasi mjetet e transportit urban në mbarvendin do të operojnë me kapacitet të plot. Pas një takimi të zhvilluar me Ministrin e Ekonomisë Delina Ibrahimaj, Ministrin e Infrastrukturës Enea Karakaçi dhe kryetaren e komanduar të Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani, shoqata transportit bëri me dije se qeveria ka pranuar kërkesat e tyre. Qeveria ka propozuar një paketë emergjence për një periudhë 3 mujore, ku do të kompensohen të gjithë operatorët e transportit publik për sasinë e konsumuar me vlerën 50 lek për një periudhë 3 mujore. E thëndryshe, të gjithë operatorët e transportit do të furnizohen me naftë me një çmim final që nuk do të kalojë 170 lek për litër, nëse marrin për referencë çmimin aktual të tregut. Pra një çmim më i ulët se ai përpara nisjes së krizës. Do të ulemi në një tryezë përsëri javën e ardhshme për të diskutuar kërkesat tona të tjera, të cilat kanë të bëjnë mbi taksën e litrit të karburantit. Është ajo e aksizës, është taksa e qarkullimit dhe TVSH-ja në shitje që është 20%. Vendimi pritet të miratohet në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. Të martën autobusët u reduktuan ndjeshëm pasi operatorët palajmëruan se nuk mund të përballonin shërbimin për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Çmimi i naftës u bë shkak për përplasje në parlament me socialistëve dhe opozitës. Demokratët kërkuan heqjen e taksave për fermerët dhe transportin publik, por shumica e mbrojti skemën e re të bujqësisë, duke thënë se ajo është sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike kërkoi që parlamenti të ndërhyjë menjëherë për heqjen e taksave mbi naftën për fermerët dhe transportin publik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se të gjitha vendet e BE-s po mbështesin sektorin e bujqësisë në këtë periudhë të rritjes së çmimit të karburantit, duke rritur subvencionet. Të rikthejmë me ligj subvencionin e naftës, duke hequr ndaj saj çdo taks, jo vetëm për fermer, por edhe për transportin publik. Vin miliardier të Raps edhe marrin me 600 lek naftën.
Dhe ata ka rëndësinë ekonomisë se hapin shishe shampanje me rame. Po kjo është turbor. A përfaqësoni ju apo s'përfaqësoni ata fermerë? Por Ministri i Bujqësisë mbrojti skemën e re të qeverisë për fermerët dhe vendimin për të hequr subvencionin për karburantin. Prandaj qeveria shqiptare ka akorduar mbi 100 milion euro për fermerët shqiptarë, të cilët do të jenë këtë vit vetëm për subvencionet dhe të pagesat direkte për të ndihmuar fermerët dhe për të çuar sektorin në një hap tjetër. Vetëm me skemën e re që kemi parafruar, nga 1 metër tokë deri në 300 e 400 hektarë që ne kemi shifrë më të madhe të çdo fermeri në Shqipëri, merr subvencion nga qeveria shqiptare. Prej momentit që çmimi i karburantit u rit për shkak të situatës në linjën e mesme, opozita ka kërkuar përgjysmimin e taksave mbi karburantin, e naftë pa taksa për fermerët. Zonja Jorida Tabaku për procedurë, ju lutem. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato apeloi që Shqipëria të rrisë cilësinë e reformave. Sipas diplomatit të Brukselit, përveç plotësimit të rekomandimeve, shërbimi ndaj qytetarëve duhet të jetë prioritet. Për Bashkimin Evropian, përmbushja e reformave është e një rëndësie të lartë, ama ato duhet të jenë dhe cilësore. Në konferencën të drejtat e njeriut dhe mirëqeverisja në Shqipëri, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato theksoi rëndësinë e shërbimeve korrekte ndaj qytetarëve. Sigurisht që përmbushja e reformave është e rëndësishme, ama duhet të sigurohemi dhe tek cilësia. Pra një produkt cilësor që forcon shërbimin ndaj qytetarëve është thelbësor, pasi kjo do të siguronte dhe pasqyrimin e nevojave të tyre në çdo aspekt. Gjatë fjalës së tij, Gonzato vuri theksin dhe tek adresimi i rekomandimeve. Mbetet gjithashtu thelbësore dhe adresimi i rekomandimeve. Ndjekjen e duhur nga institucionet publike dhe gjetjet duhet të përkthehen në përmirësime reale për qytetarët shqiptar. Ndërkaq, avokati i popullit Endri Shabani theksoi nevojën e bashkëpunimit me institucionet, por nuk përjashtoi as përdorimin e mekanizmave ligjor, nëse ndodhe kundërta. Megjithatë, aty ku do të hasim rezistencë dhe kokëfërsi, nuk do të hezitojmë të përdorim çdo instrument ligjor ndaj çdo zyre apo zyrtari që guxon të shkel të drejtat qytetarëve shqiptar. Gjatë konferencës, palët pranuan se mbrojtja e të drejtave të njeriut është thelbësore edhe për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Union. Kryeministri Edi Rama është pritur me një ceremoni zyrtare në Rom nga kryeministra italiane Giorgia Meloni. Lajmin e ka bërë të ditur vetë kreu i qeverisë shqiptare në rrjetet sociale. Të gjitha qeveritë e Italisë në 35 vitet e fundit kanë qenë posaçërisht dashamirëse ndaj Shqipërisë, por asnjëra nuk ka vënë në zbatim një program kaq intensiv bashkëpunimi strategjik sa qeveria e Giorgia Melonit, shpreh kryeministri Rama. Siç shihet edhe nga video, Rama duket se nuk e ka harruar zakonin e vjetër duke i ulur sërish në gjunjë homologes italiane. Pas Italisë, Edi Rama do të nisë drejt Spanjës me ftesë të kryeministrit Pedro Sanchez, ku do të marrë pjesë në punimet e mbledhjes së 4 të samitit në mbrojtje të demokracisë. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se sipas tij mbrojti ndërtuesin Armand Lilo për pallatin që u shkrumbua nga flakët. Ndërsa duke folur për gjyqin e dosjes Partizani ku është i akuzuar, kreu i PD tha se thirrja e kryeministrit si dëshmitar ishte vendimi i duhur. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi djegjen e pallatit në Tiranë 2 ditë më parë, duke bërë përgjegjës përveç ndërtuesit edhe kryeministrin Edi Rama e kreun e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për ngjarjen e rënd, Berisha deklaroi se pallati është ndërtuar në shkelje të rregullave të urbanistikës. I them Edi Ramës, avokatit të Armando Lilos, po nëse Armando Lilo pra nuk kishte faj, atë pse ja mbathi Armando Lilo zotëri? Na thuj pak, pse ja mbathi, pse iku? Pse iku nga drejtësia, me që ti e nxjerr pa fajshëm? Është Rama i fajshëm, është Erjon Velia i fajshëm, janë këta të cilët kanë shkatruar me betonizimin e Tiranës. Berisha komentoi edhe gjyqin që po zhvillohet ndaj tij dhe thirrjen si dëshmitar të kryeministrit Edi Rama. Do të jemi ball për ball aty, edhe i thoni të bëhet burr, mos kërkoj pa media, mos kërkoj seancë pa media, të kërkoj mediat aty, kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe të vinë të shohin shqiptarët se cili është Edi Rama
në atë aferë. Ish kryeministri Sali Berisha po gjykohet për akuzën e korrupsionit në çështjen e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani në favor të dhëndrit të tij Jamarbër Maltezi. Policia e Kosovës ka zhvilluar një aksion në veri të vendit gjatë të cilit janë zbuluar dhe sekuestruar armë zjarri, municion granatadore dhe pajisje të ndryshme ushtarake. Operacioni kryen në fshatin Banov dhe Prevllak të Zubin Patokut. Sipas autoriteteve dyshohet se armët i përkasin grupeve të organizuara dhe mund të jenë përdorur për qëllime destabilizuese. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla ka deklaruar se zbulimi i këtij arsenali tregon për rrezikun që paraqesin strukturat armatosura ilegale, duke shtuar se institucionet do të vazhdojnë operacionet për të garantuar sigurinë dhe rendin publik në të gjithë territorin e vendit. Dhjetra qytetarë u solidarizuan me studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë që të provimin e gjuhës shqipe ta japin në këtë gjuhë. Protesta e të rinjve në Shkup ka shkaktuar reagime edhe në Tiranë dhe Prishtinë. Me flamuj kuqezi dhe pankarta që kërkonin barazinë arsim, studentë qytetarë të Shkodrës si dhe përfaqësues të shoqërisë civile e sistemit të drejtësisë organizuan një marshim paqësor në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Studentët në Shkup kërkojnë të njihet e drejta për të zhvilluar provimet në gjuhën shqipe. Jena në mbështetje të shqiptarëve të Maqedonisë, sidomos studentëve që ta bëjnë provimin e tyre në gjuhën shqipe, domethënë, nga që është pjesë e jonë. Në lidhje me hapat të radhës, e para është sensibilizimi i stoqëm që do të bëjmë një marshim sensibilizues, solidariteti, që ata nuk janë vetëm, që zëri i tyre është edhe zëri jonë. Dhe po ashtu do të vazhdojmë edhe me mbështetjen tjetër që ndoshta mund bëhet një grup studentash shkojnë në Maqedoninë e Veriut ose solidaritet në rrjetet sociale ose çdo gjë tjetër që është e mujtur për të realizuar. E drejta për të arsimuar në gjuhën tënde amtare është një drejt po ashtu që mbrohet nga këto akte ndërkombëtare dhe studentët shqiptar nuk kërkojnë asgjë më tepër se sa respektimin e këtyre drejtave të cilat janë të mbrojtura nga legjislacioni më i lartë i Këshillit të Evropës dhe i Bashkimit Evropian. Mendoj se pavarësisht se ne si student dim shumë gjuhë të botës, por gjuha shqipe ngelet një ndër gjuhët më të vështira dhe më të rëndësishme të popullit shqiptar. Mendoni shumë dhe mbështetni këtë protestë sepse një mbështetje e vogël mund bëjë shumë ndryshime të mëdha. Protesta e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut ka nxitur reagime edhe nga klasa politike në Tiranë dhe Prishtinë. Kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.